Në mes të viteve 80 të shekullit kaluar, projekti Stargate ishte në kulmet e tij. Një projekt që kishte të bënte me kërkimin e vendeve të larta dhe të paarritshme. Kjo harrije me anë të një mënyre mjaft çuditshme që për pjesën më të madhe të popullsisë do të quhej budallëk. Sot ne po diskutojmë për ngjarje mjaft çuditshme që kanë filluar para më se 50 vjetësh, kur shërbimet e fshehta të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, me në kryetësinë, filluan në fshehtësi të plot programe të çuditshme që kishin si qëllim mbledhjen e të dhënë në një mënyrë të paparë deri atëherë. Filluan të merren me atë që quhet shikimi në largësi ose teleperceptimi, që është një procedurë parapsikologjike vëzhguese. Subjekti përgjegjes nëpërmjet koncentrimit dhe një intuite të zhvilluar natyrore, mendon në kohë reale vende dhe ngjarje, duke dhënë detaje të hollësishme. Para në largësi nuk është e kufizuar as në kohë, as në hapësirë, që do të thotë se në të pengon asgjë që të shkosh në të shkuarën, apo pas në kohë, ose të udhëtosh në planetë të tjerë. Pikërisht me këto gjëra është marrësia midis të tjerave. Disa nga ju do mendojnë se këto gjëra janë budallëqe, por një nga gjësitë më të njohura në botë, siç është nuk mendon kështu dhe ka 10 vjeçar që merret me këto fenomen. Një nga krijuesit e termit shikimi në largësi, shkencëtari që i pari filloi të merret me këto fenomen 50 vjet më parë, quhet Harold Puthoff, një nga krijuesit e Akademisë së Yjeve dhe një studiues serioz i ufologjisë. Pikërisht para 50 vjetësh filloi të merret me parapsikologjinë. Duke filluar nga vitet 70 dhe deri në 1995, CIA ka punuar në shumë programe të ndryshme, por sot do të përqendrohemi në 2 prej tyre. Programi Stargate dhe programi 8200. Ka një incizim audio të vitit 1982 të agentit Joseph McMonigle, një nga agentët elit dhe më të mirë që në tokë zbuloi në vende të ndryshme baza e tokësorës. Do të mësoni se ku ndodhen këto baza dhe kush kryen operacione në to. Perceptimi është një pamje mjaft interesante, që i mundson kërkuesit kalimin e distancave astronomike të pakufizuara nga koha, si një komunikim me qiellin nga ana tjetër e spektrit, në qoftë se këto qiellje duan të komunikojnë me ty. Projekti zgjati 4 vjet, nga 1982 dhe 1986, dhe në të morën pjesë disa shikues në largësi. Për vetë Josephit, një nga më të talentuarit që dhe personi me emrin Pat Price. Për këtë person, drejtori i CIA Stansfield Turner deklaroi publikisht se është i aftë në çdo moment dhe në çdo pikë të globit që të shikojë se çfarë ndodh në kohë reale. Ky person thotë se në planetin ton gjendet të paktën 4 baza toksore, të vendosura në mënyrë strategjike. Mund të jetë më shumë, thotë, por për këto të 4-ta janë plotësisht i bindur. Këto 4 baza ndodhen nën 4 male në 4 kontinente. 2 vjet para vdekjes së tij, Pat Price i jep Puthoffit dokumente me detaje për vendodhjen e këtyre bazave. Baza e parë gjendet në Australi, në pjesën veriore tek mali me emrin Zil, dhe kjo bazë shërben si personel përjashtoksor. Baza e dytë gjendet në Alaskë, nën mali me emrin Hayes, dhe shërben si qendër gjeologjike për drejtimin e kohës. Baza e tretë gjendet nën mali me emrin Inianganine, Zimbabwe, dhe është një qendër teknologjike. Baza e 4 gjendet në Spanjë nën malin Perdido. Duket sikur personi ka luajtur mens, por historia sapo ka filluar dhe do të kuptoni në vazhdim që gjërat nuk janë aq thjeshta. Në fillim të viteve 80, pas seancës me Pat Price, lind projekti 8200, ndërkohë që Pat Price kishte ndruar jetë. Ky projekt kishte si qëllim që të vërtetonte se sa të vërteta që janë thënjet e tij. Vetë projektin e fillon Puthoffi, me shef projekti personi me emrin Skip Petwater. Në projekt u angazhuan shumë njerëz dhe me dyshtyje që edhe i talentuari Joseph McMonigle, që e përmendëm në fillim. Josephi nuk ka kishte iden projektit dhe nuk e dinte se për çfarë bëhej fjalë. Dhe natyrisht që kjo metodë pune për siguruar sinqeritetin e subjektit. I dhan koordinatat e çdo pozicioni gjeografik që do të shikonte në largësi dhe asnjë kishte idenë e bazave toksore të toksorëve. Dëgjoni tani një pjesë të seancës së Josephit, duke dhënë disa informacione interesante mbi bazat. Për shtypjet e mia të para qenë se secili prej këtyre objektivave më vete ishte si një tel
në të njëjtën rrotë, duken si pjesë të ndryshme të së njëjtës enigme. Çdo bazë është në fazën e pushimit, nuk bën asgjë dhe pret urdhrat për të reaguar. Gjithçka që bën është transporti i diçkaje. Të gjitha bazat janë e njëjta pjesë rrjetit dhe pjesë e ndryshme e së njëjtës enigme. Kam një përshtypje të fortë për qëllimin e tyre në formën e 3 C-ve të mëdha: Command, Control, Communication. Mund ta mendoni si një rrjet merimange e cila është e lidhur. Çdo qoshe në rrjetin e merimangës përfaqëson vendodhjen dhe kam përshtypjen se merimanga nuk e ka mbyllur të gjithë rrjetin. Ekzistojnë më shumë se 4 vendodhje dhe kam një vizion të një vendodhje në fund të detit. Besoj sinqerisht se ekziston bazë në fund të detit. Ky person jo vetëm që gjeti pozicionin gjeografike të bazave, por kuptoi shpejt se bazat gjenden poshtë maleve dhe janë baza gjigante. Ja çfarë thot për bazën e Alaskës që ndodhet nën malin Hayes. Gjatë gjithë këtyre seancave, Josefi ndodhej në gjendje gjysmë të zgjuar, por natyrisht në gjendje transi. Kjo është një vendodhje mbrojtëse dhe jo sulmuese, dhe ka një lloj mbrojtjeje. Ka pulse pozitive të ngarkuara me rreze grimcash, arma e Teslës kjo, dhe nuk është përdorur asnjëherë me fuqi të plotë. Është akoma në fazën eksperimentale. Fuqia është e çuditshme. Sikur është, mendoj se nuk është përdorur kurrë. Pastaj ky njeri përshkruan me detaj një aparat komunikimi ndërplanetar me energji të lartë që paraqet rrezik për aeroplanet konvencional. Këto male gjenden pikërisht në qendër të asaj që quhet trekëndsi i Alaskës dhe është e ngjashme me trekëndsin e Bermudës, sepse edhe këtu janë zhdukur disa avion, por edhe njerëz, dhe ka dëshmi të shumta për disje fluturuese që qarkullojnë në zonë. Në këtë zonë kanë humbur pa gjurmë mijëra dhe mijëra njerëz. Çfarë thot në seancë për bazën që gjenden në Australi, nën malin Zil? Kam ndjesinë e kontrollit, mbrojtjes dhe pritjes. Shumë pak aktivitet, shumë pak njerëz. Ka një si rol kujdestari. Shikoj shkëndia poshtë kupolës mbrojtëse dhe duket tamam si çadër. Shikoj një aparat të vogël nuklear për furnizim me energji dhe duket si një forcë nacionale. Shikoj një prerje të tërthorë të qendrës së komandës dhe dhomës ku ndodhet qendra komanduese e mbrojtëse, sikur të flasë për koncept, sepse gjithçka varet nga pritja. Vetëm pritje. Të njëjtën seancë hipnoze kaluan 10 kandidatë dhe që të 10 kishin të njëjta rezultate. Duket se në këto baza ndodhen 3 lloje qeniesh, të cilat kishin bazat e sistemin tonë diellor. Në bazën në Alaskë punonin 2 lloje qeniesh me karakteristika njerëzore, por që nuk ishin njerëz. Në shikimet mentale të subjekteve, patën dhe komunikime me këto qenie, të cilat i ftuan që të vinë dhe të shohin se me çfarë po merren. Por në të shumtat e rasteve, ata janë injoruar nga këto entitete. Një nga rasat në Alaskë që ngjante me ne, qenie si të thuash të burgosur, fuqi punëtore, e detyruar me dhunë, dhe raca tjetër e gjatë dhe e hollë, e cila nuk qetë toksore dhe emocionalisht që e ftohtë dhe çdo gjë e kishin të llogaritur. Në bazën në Afrikë, në Zimbabwe, gjithashtu punonin 2 lloje qeniesh, njëra që e ngjashme me ne dhe miqësore, dhe qenjet e tjera që janë të shkurtra me kokë të mëdha dhe qafa të holla. Subjektet nuk hynë kurrë në kontakt me këto qenie, të cilat janë të ftohta dhe analitike pothuajse robotike. Subjektet zbuluan në bazën në Spanjë edhe prezent të racës sonë njerëzore. Kam një ndjenjë të keqe për këtë objektiv dhe nuk di si ta shpjegoj, por ti the se nuk është kërcënues, por me shumë ka një natyrë mbrojtëse. E di, po kam një ndjenjë të keqe në lidhje me të. Aktualisht nuk është kërcënues, por sikur të vësh gjarprin në kuti. E di që është në kuti dhe nuk të kërcënon. Këtë ndjenjë kam. Nga këto të dhëna duket qartë se disa njerëz punojnë me këto qenie ashtoksore, të cilat nga ana e tyre bashkëpunojnë me qenie të tjera ashtoksore në bazat e tjera. Subjektet gjithashtu pan brenda këtyre bazave shumë lloje objekte fluturuese, pjesa më e madhe e tyre kishte formën e diskut dhe qenë me ngjyrë gri. Këto baza në një formë ordin tjetër qenë të lidhura midis tyre dhe dërgonin sinjalin në një pikë, në një objekt masiv në formë piramide të përmbysur që ndodhet në orbitë stacionare rreth planetit tonë. Çfarë thot subjekti?
pajisje të mbyllura, teknologjia e përparuar dhe nuk kam parë diçka të ngjashme më kaq komplekse. Këto pajisje ndjejnë, marrin dhe dërgojnë, qendër e lesh, koncept komande dhe kontrolli. Vendodhja është një platformë orbitale fikse që nuk lëviz. Aktualisht nuk ka ekuipazh, por duket sikur ekziston mundësia për qëndrimin e ekuipazhit. Nuk mund të them se ka qenie brenda. Është komplet e automatizuar. Mund të më thuash se nga ka ardhur kjo platformë? Gjithçka është e zbrazur. Nuk marr asgjë. Duket si sferë kuqe e shkëlqyeshme, një ndjenjë shumë e largët dhe ndjenjë që nuk mund të shkojë atje në vilin e are, por duhet të rrethrotullohem. Po përpiqem të zbuloj origjinën e platformës hapësinore dhe në të njëjtën kohë kam një ndjenjë shumë të vjetër dhe të re dhe kam probleme të mëdha për të kuptuar këtë. Është si të përpiqesh të kuptosh vitin kur sa ke. Shkova në lartësi dhe pastaj u ktheva në kohën e re dhe pastaj në kohën ultramoderne dhe pastaj prapë në lartësi. Kjo platformë hapësinore qëndron pa lëvizur, nuk rrotullohet përreth tokës dhe nuk lëviz nga veriu drejt jugut. Nuk rrotullohet fare. Është e fiksuar në orbitë geostacionare dhe nuk lëviz fare. Është larg nga toka dhe nuk ka orbitë rënje. Kam një ndjenjë të fortë të lidhjes me të dhe kur u përpoqja të zbuloj origjinën e platformës, duhet të shkoj aty në formë rrethore, jo drejt për drejt. Kjo që i përvojë të çuditshme. Çfarë emocione shkaktoi kjo seancë? Duhet ta krahasoj me diçka që ndjeva në fillim të seancës dhe 4 objektivat e para. Tek objekti i parë pata një ndjenjë të keqe. Tek e dytja kjo ndjenjë që më e pak dhe tek e treta nuk pate fare të tilla ndjenja të këqija. Kjo e fundit më bindi se nuk ka asnjë ndjenjë të keqe në mënyrën se si e përjetojmë të keqen, si për shembull goditja me armë nukleare dhe shkatrimi i platformës hapësinore. Asgjë e tillë. Thjesht nuk ndjeva një gjë të keqe për të gjitha objektet. Ekzistojnë shumë më tepër objekte se sa këta 4. Pra, kemi një stacion pa personel që dërgon sinjale në univers dhe 3 lloje racash atoksore të vendosura përgjithmonë në tokë që kryejnë operacione të ndryshme. Po qëse këto informacione janë të sakta dhe mos harroni se nga vijnë, ne nuk mund t'i hedhim por si budallëqe. Thjesht ne nuk jemi në gjendje të kuptojmë mekanizmin e teleperceptimit. Përveç këtyre 4 bazave kryesore, ekzistojnë dhe shumë baza të tjera të shpërndarë në të gjithë botën. Dhe sipas Joseph McMonigle, përveç disave që i dha një ndjenjë të keqe, pjesa më e madhe e tyre nuk i dha perceptimin e së keqes, sipas definicionit tonë të së keqes. Gjatë historisë sonë në përvojat mjashtoksor, disa kanë përfunduar pozitivisht me personin dhe disa negativisht, por në rastet më të shumta këto qenie nuk e përjetojnë ngjarjen dhe shpesh ndodhim në rrugë përballë tyre dhe u dukemi si pengesë, e cila mund të eliminohet pa e vrarë shumë ndërgjegje. Ashtu siç bëjmë dhe ne me forma të tjera jete më të ulta në këtë planet. A nuk e keni vënë se një pjesë e Miriona e shkel me këmbë një fole milingonash pa e vrarë ndërgjegja? Çfarë bëjnë këto qenie në këto baza? Dhe ç'është më kryesorja? Çfarë presin? Dhe kë? Nga sa dëgjuam dalim konkluzionin se ne, raca njerëzore, nuk kemi forca kryesore në këtë planet. Teleperceptimi ka kufizimet e veta dhe në atë gjendje ti nuk mund sillesh sikur je i zgjuar dhe duhet një koncentrim i madh i personit për të qëndruar në atë gjendje. Kjo gjendje është ajo që quhet ëndërrimi i kthjellët dhe kush e ka arritur e kupton se është shumë e vështirë të rish në këtë gjendje për një kohë të gjatë. Kush mendon se është në gjendje të provojë shikimin në largësi, duhet pikë së pari të provojë ndërimin e kthjellët, që do të thotë se është ëndër, por se je koshient që po sheh ëndër, dhe në këtë mënyrë ti drejton ëndrrën tënde. Natyrisht nuk është asnjë madhgji dhe as budallëk, por është e vërtetuar shkencërisht. Për sa i përket shikuarit në largësi, me të cilën CIA është marrë për disa 10 vjeçar, nuk besoj se na mbetet ne për të gjykuar. Në pjesën më të madhe të tyre, këta persone janë sharlatan, si të themi Baba Vanga e kompani, por një pjesë e vogël e tyre kanë aftësi të veçanta, të cilat shkenca moderne nuk është në gjendje të i shpjegojë apo nuk do. Trupi i njeriut është i rrethuar me mistere të quajtur univers, dhe nuk jemi akoma në gjendje të deshifrojmë, kështu që nuk mund të tregojmë skeptik për çdo gjë që dëgjojmë.
Po kështu mendon dhe CIA, e cila në fshehtësi investoi miliona dollar për këtë program, dollar këta që na sollin informacionet pa besueshme. Natyrisht që diçka po ngjet. Dhe ajo që është më kryesore, nuk jemi vetëm në këtë planet. Sidoqoftë, qëndroni tek bota e fshetë, aty ku paranormalin dhe normalin i ndan një qime floku. Mirupafsh.